Mirë se erdhe në Gjilan. Mirë se gjeta Gjilani. Në rregull, Alban, çu po ndihesh necën e qëllimit kuç? Mirë, interesant, është për Ziko TV që marr pjesë është hera e parë dhe interesant diçka. Çka pret nga zhurma show 2009? Të shohim, surpriza. Shpresojmë që fitojnë edhe takojmë dhe në after party në cilën kategori e nominuar. Nuk jam i informuar saktësisht, veç e di që jam një kategori i nominuar, tash të shohim. E di që një kategori e, po saktësisht nuk më kujtohet, shpresojmë që të fitojnë. Kështu që kush është përkujdesur për pamjen? Fjolla dhe Sepi. Alban për ty? Në vetë. Komplimente. Faleminderit shumë. Shpresoj që jeni duke kaluar çast të këndshme të gjithë ju që jeni pranë ekranit tuaj televiziv, ndërsa tani pranë me janë dhe Babë Bir, shumë të famshëm dhe shumë dashur nga ana juaj. Minur Maxeni, mirë se erdhe në Gjilan. Rama, përshëndetje. Faleminderit shumë, si po ndihesh sfari në këtë eveniment organizuar nga Ziko? Edhe pse është koha ftoft, po në vetën mirë, sepse janë emocione dhe kënaqësia që edhe njëherë të përgëzime Zikos për këtë eveniment kulturor që ka organizuar. Faleminderit shumë për fjalët e mira, ndërsa çfarë pret nga ky eveniment? Ndoj fitore apo diçka tjetër? Më rëndësishëm të marr pjesë, të kaloj sa më mirë dhe të kënaqen ata që janë sonte këtu dhe shikues që do ta ndjekin këtë eveniment. Do të jenë kolekte të shumë që do të jenë atje brenda duke të pritur edhe shumë të tjerë që do të vinë sonte. Me siguri ata që janë brenda do t'i takoj tani ata që do të vinë mirëseardhje. Në rregull, Karab, si po ndihesh sonte në Gjilan sfar? Sfara në Gjilan, në fakt nuk është hera parë që vinë Gjilan, po në evenimentet e tilla është hera parë, ndihem shumë mirë. Është një ndjesie e veçantë sepse jemi të gjithë artistë bashku sonte. Kara pret ndoj fitore sonte në zhurma show 2009. Jam i nominuar në Best Male për videoklipin më të mirë mashkull, tash ta shohim nominimet. Shpresoj të urojmë shumë fitoret, ne njëkohësisht do takojmë edhe në after party organizuar për të gjithë ju. Gjithsesi, shumë faleminderit. Faleminderit shumë dhe mirë u takofshim. Tu pranë me janë edhe disa këngëtarë tjerë, sfari mirë mbrëma dhe mirë se erdhën në Gjilan. Mirë mbrëma, Gjelani, what's up? Qysh po kaloni, ç'po ndini? Mirë, super, pak ftoft jashtë, tash kur hina mbrana në zembe, it's okay. Ç'është është kjo ndjenja e qëllimit kuç? Super, më shkin këtë pit kuq edhe kështu si start, është zero, super. Okej, ne tu ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që fitoni. Faleminderit shumë. Atëherë miq të nderuar të Ziko TV-s, qëndroni me ne, qëndroni me Ziko TV me evenimentin e organizuar të natës së sotme. Mirëmbrëma, atëherë këtu pranë meje është e nderuara këngëtarja e njohur Enkeleda. Ju se si po ndiheni në ecën e qëllimit kuç? Shumë bukur, një atmosferë e bukur me saj feste. Rregull, Enkeleda, siç duket, organizimi me sa po sheh vetëm jashtë, duket i mirë apo? Duket shumë bukur, sot Gjilani feston në mënyrë të dyfishtë. Sapo kanë mbaruar zgjedhjet dhe festohet në gjitha rrugët, festohet edhe në qendër qytetit. Me artistë, me tapet kuq ndihemi mirë, shpresojmë që mbrëmja të vazhdojë kështu deri në mëngjes. Urojmë shumë suksese dhe pse jo dhe fitore në kategorinë e nominuar që jeni. Njëkohësisht ne do të takohemi sërish në after party. Natën e mirë. Natën e mirë. Atëherë të dashur shikues të televizionit Ziko, këtu pranë me është edhe një këngëtar tjetër shumë i dashur dhe shumë i çmuar nga ana juaj, është Kuran Krasniqi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Gjilan. Mirëmbrëma, mirë se gjeta, urime për organizimin. Faleminderit shumë. Si po ndihesh në ecën e qëllimit kuç? Kuptohet që s'është hera parë, por ndoshta është hera parë në Gjilan. Sigurisht e emocionuar, jo si ditëve të zakonshme, edhe me të vërtet po mirë shumë mirë që miq dashamirë dhe gjithë ata që i përkrajnë artistat, më në fund e kanë bërë një organizim edhe në Gjilan. Edhe uroj që kjo të vazhdojë të ketë traditë dhe në qytete tjera. Rregull, Kuran, në cilën kategori je i nominuar sonte? Janë disa kategori ndryshme, do e shohim atje brenda. Jam i ftuar që të marr pjesë, shpresojmë që të fitojnë ata që meritojnë edhe të kalojmë sa më mirë. Shpresojmë edhe ne që të fitojmë më mirë dhe takohemi në after party. Mirë. Hajde me të mira, ciao, Ziko. Atëherë këtu pranë me është edhe një këngëtar tjetër dhe një këngëtar tjetër është Malsori dhe Kosovare Asi. Mirë se erdhët sfari. Mirë se ju gjetëm. Si po ndiheni në qëllimin e kuç edhe në cilën kategori jeni nominuar? Shumë mirë, po ndihem. Presojmë që të fitosh, Malsori.
Mirë mbrëma, mirë se Mirë se erdhe në Gjilan, s'po ndihesh në ecën e qelimit kuq? Faleminderit, po ndihem shumë mirë. Në Gjilan dhe në mbar trojtë shqiptare kur jam ndihem jashtëzakonisht mirë. Faleminderit shumë, ndërsa ju mirë se erdhe në Gjilan. Mirë se ju gjetem, unë jam prindi i Kosovarës, Skënderasi, unë nuk jam i nominuar për vajza kësaj, po jam shoj më rani. Ju urojmë fitore dhe të kaloni çastet e këndshme. Dhe gjithë mirat, përshëndetje për të Zikon dhe gjithë të mirat. Atëherë këtu pranë meje, Gresa, hajde ti kënej. Atëherë këtu pranë meje është këngëtarja e njohur Gresa Beluli. Gresa, mirë se erdhe në Gjilan. Faleminderit shumë, mirë se ju gjeta. Komplimentet shumë ta për lukën. Faleminderit Kush shumë. është për kujdesur? Vet. Po, flok Teresa, grimin vet, Si po ndihesh sonte në ecën e qelimit kuq në Gjilan, je nominuar pret fitoren? Po ndina shumë mirë, për shoh që nga një organizim i mirë, profesional, edhe njerëz për shoh këto, edhe ndjenje mirë në qilimin e kuq, pres të fitoj zotin. Rregull, atëherë Gresa, shumë suksese edhe pse nëna juaj na iku, po ju urojmë shumë suksese. Nderuar teleshikues të Ziko TV-s, tu pranë meje është këngëtarja, ndoshta them që është e njohur nga të gjithë ju, e nderuara Shkurte Fejzaj, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjej. Zonja, si po ndjeni sonte në ecën e qelimit kuq në Gjilan, që është për herë të parë organizuar nga Ziko TV? Është shumë bukur, shpresoj dhe dëshiroj që të krijohet në traditë kjo, sepse artistët kanë nevojë për diçka të tillë. Unë i përshëndes, si uroj suksese Ziko TV-s edhe të matë. Faleminderit shumë, ne turojmë shumë suksese dhe shpresojmë se ju edhe fitoren e vajzës suaj dhe t'juaja në nominimet e caktuara. Faleminderit shumë. Mirë se erdhi për bendin Gjilan. Mirë se gjetëm, faleminderit për gjitha. Çu po ndini në ecën e qelimit kuq? Mirë shumë. Çfarë ju duket i tërë ky organizim për herë të parë në Gjilan? Duhet me vazhdu më kon? Me siguri, shumë bukur. Atëherë jeni të nominuar në kategorinë? Klipi popullor. Ju uroj fitore edhe me një këngë. Pa tjetër fitore. Ju uroj fitore dhe miru ta kofshim në after party, shpresojmë që atje kena më kaluar shumë më mirë. Brenda ju presin shumë njerëz që ju i dëni dhe gjeni sigurisht janë kolegët e juaj të dashur. Faleminderit. Faleminderit shumë, miru ta kofshim. Është Arbresha nga Gjilani, Ladies First. Si zakonisht Albatrit Muqiqi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma Granit, mirë se ju gjeta Ziko TV. Mirë se na erdhe dhe komplimente për lukën, kush është për kujdes? Albana Select. Okej, Albatrit mirë se erdhe në Gjilan. Mirë se gjeta dhe faleminderit. Pa musafir ta bënë me hile, po sigurisht femnat kanë përvarësi. Normal. Rregull, si po ndihesh në ecën e qelimit kuq? Shumë mirë ndihem. Atëherë çka pret nga kjo natë? Fitoren? Po, as nominum? Besoj që nominum, po për fitore shpresoj. Ju urojmë shumë suksese, Arbresha nominume po. Unë sonte veç mysafir dhe kam kënaqësi shumë madhe sonte ftoftosh, po s'kam jetë të skenës sonte. Ju jeni shumë pak, ndoshta unë jam gati që 1 orë edhe peshë sa ftoftë. Rregull, faleminderit shumë, ju urojmë shumë suksese, miru ta kofshim edhe në after party të organizuar. Shpresoj që nuk do keni më munguar. Faleminderit shumë, besoj që do takojmë atje. Shikues të Ziko TV-s, tu pranë meje është një këngëtar shumë i dashur nga ana juaj, është Berkani, mirë se erdhe në Gjilan. Mirë se ju gjeta te Gjilani i bukur. Si po ndihesh në Gjilanin e bukur dhe në ecën e qelimit kuq? Nuk po mungon as pak prej festivaleve që bon Amerikë, MTV Awards, apo klipe që zgjidhen Amerikë, s'po na mungon kur gjo, krejt është në rregull. Rregull, je nominuar sonte? Jom nominuar, po do t'jetë diçka një surprizë, po du me ecek prej tash. Rregull, shpresojmë të urojmë fitore, dhe çfarë po pret sonte në këtë organizim? Qëtë sa ma mënyrë profesionale, të knaqën kolektimi që do t'a marrin çmimin e vetë, edhe me këtë rast deshta me përshëndet televizionin Ziko TV dhe me bo urime për hapjen e televizionit. Rregull, Berkane, të presim dhe në after party, shpresojmë që nuk do të mungosh, do të kalojmë çast të këndshme dhe atje. Gjithashtu, kush është përkujdesur për sfundi, për lukën, komplimente si zakonisht nuk mungon. Nuk ka mungu për parat, po tash vetëm, do me thonë e mora perspektivë që mu vesh vetëm edhe s'ka lidhje, mami, motra, këtë bashkë. Atëherë shumë komplimente. Faleminderit edhe juve. Këtu pranë me është një këngëtare e njohur gjilanaze, Njomza Kallaba, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë Njomza, si po ndihesh, komplimente, kush është për kujdes? Faleminderit për dukje dhe më thonë fustonin vetë, frizurën, grimin sa ime. Je nominuar sonte? Po, jam nominuar në 2 kategori, ka nga R&B dhe videoklipi R&B. Për atë fitoren? Ta shohim tash. Të urojmë shumë suksese, natën e mirë. Faleminderit shumë, natën e mirë.
Atëherë miq të nderuar të Ziko TV-s, këtu kemi ndoshta një bashkëpunim, saqë pak po e them, është një këngëtar dhe një moderatore. Kuptohen shumë të njohur dhe shumë të famshëm për ju. Karap Shaqiri, mirë se erdhën Xhilan. Mirë se gjeta Granit. Çush po do Xhilani sfari? Xhilani gjithmonë au ka dok mirë, sot është nata festive edhe sot po festojmë, sot është më mirë se gjithmonë. Ecë janë qëllimin e kuç mirë? Po mirë. Çka pretendon të fitore? Po dikush do të dalë fitues, secili që do fitoj do të jetë fituesa do të jetë më i miri. Ata që do fitojnë i uroj shumë dhe i përgëzoj për çmimet e tyre që do i marrin edhe për këngët që kanë bërë sepse me të vërtetë kanë punuar shumë. Ata ne të urojmë që të fitosh edhe mirupafshim në after party. Presojmë që do të jesh atje. Patjetër. Shihemi. Alba. Jo, bashkëpunim në atë aspekt, po një ndërsjellje e mirë. Alba, mirë se erdhën Xhilan. Mirë se erdhën Xhilan. Çu po ndihesh? Mirë, super, kom qenë edhe vitin e kaluar, zhurma show ka qenë në Prishtinë, sa herë në Xhilan, mirë, super, e pas këtë stolis Xhilan, e pas këtë bo mirë. Rregull, kuptohet që ju nuk jeni nominuar, po keni ardhur për të shpërndarë një çmim. Po, e kom zhandrën e hip-hopit si vitin e kaluar, edhe po pres me fitu që ata që po kom qef me fitu. Shpresojmë që fitojnë, të urojmë shumë sukses edhe miru takon. Faleminderit, sukses edhe ti. Miq të nderuar të Ziko TV-s, pranë me janë dy këngëtarë, dy shoqë shumë të mira dhe shumë dashura për ju, Mirsa Kërçeli dhe Kaltrina Selimi. Mirë se erdhën Xhilan. Mirë se ju gjetëm. Ndiheni e Xhilanit, po Kaltrin mirë se erdhën Xhilan. Mirë se ju gjeta. Si po ndiheni necën e qëllimit të Koç? Shumë mirë, shumë normal, me emocione, po mirë. Është shumë djenje mirë. Prit një fitore me qenë se di që jeni të nominume? Se di valla, a? Me rëndësi është pjesëmarrja, primar është, do me thonë, t'jemi këtu e çmimi o dytësor. Neve ju urojmë shumë sukses e juve brenda. Shpresojmë që keni kaluar brenda çastet të këndshme, ju presin shumë surpriza, por ju paralajmëroj që është edhe një after party organizuar vetëm për gjithë mysafirët e natës së sotme. Para se të vazhdoj, komplimente për dukjen që të dyjat. Kush është për kujdes? Për mu si zakonisht, mami edhe vetë Granit. Për grimin dhe flekt, më falj. Minka dhe Ajshja dhe Gana. Kaltrina? Për mu stiliste është Teuta Matoshi, cilën e falenderoj shumë, gjithashtu dhe artën e Kacin që për kujdesën gjithë. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Këtu pranë me është Besa Gashi, mirë se erdhën Xhilan. Mirë se ju gjeta. Si po ndiheni sfari? Është hera ime parë dhe organizimi po mdoket shumë nivel. Normalisht. Komplimente për lukun. Faleminderit. Kush është për kujdes? Flokët të studio Vogue Hair, Armendi, ndërsa fytyrën Njomza. Për fustanin për veshjen jam për kujdes në bashkëpunim me një mike timen. Atëherë shumë komplimente dhe shpresojmë që të takohemi sërish në after party, shpresojmë që të kaloni çastet të këndshme. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe ju kalofshi. Mirë mama Blero edhe mirë mama Teuta. Mirë se erdhën Xhilan sfari. Mirë se jeni, faleminderit. Mirë se gjetëm. Komplimente për pamjen e dyve, kush është për kujdes? Po fillojmë me ladies first. Jam për kujdes vetë valla, në moment fundit. Kom Ja ka arrit qëllimin? Kështu që vetë. Blero? Teuta për mu. Ja zgjedha ngjyrën. Kukshit për shtatë shumë bukur. Rregull, Blero unë e di që je nominuar, pret fitoren nga i nominim? Nuk e di, me nësi është jena këtu dhe inshallah pa kalojna mirë. Çish për ju do këtë organizimi? Mirë shumë, po kënaqesh kur po shoh sepse edhe pse nuk po bëhet në Prishtinë, po bëhet në Gilan, kështu që po vjen mirë që është në Gilan. Teuta, ka emocione Blero për çmim? Tash që ka është të bëj imonë në çmime, po besoj nominime në çmime, mirë po gjithmonë ekzistojnë emocione. Rregull, faleminderit shumë për intervistën, ju urojmë çast të këndshme dhe miru takofshim në after party. Atëherë këtu pranë me janë edhe dy këngëtarë të jetë të dashur për ju, mirë se erdhën Xhilan sfari. Mirë që jeni, faleminderit. Mirë se erdhët. Faleminderit. Rregull, si po kaloni dhe si po ndiheni? Mirë shumë, diçka shumë interesant. Mirë. Po pret që kemi fitu diçka nga ky nominim? Me qenë se di që i nominum? Jemi të nominum, çka të vjen është mirë se ardhur. Ju urojmë shumë sukses edhe miru takofshim në after party. Komplimente për pamjen e dyve, shpresoj që jeni për kujdes vetë sigurisht. Faleminderit shumë, po vetë. Faleminderit, miru takofshim. Faleminderit. Hey. Shoja, lagë se që. Në të vjenë, bargu.
Mirë mbrëma dhe mirë se erdhën në Gjilan. Mirë se ju gjeta. Si po ndiheni s'pari në qëllimin e Kuq? Shumë mirë, faleminderit. Në rregull, jeni nominuar? Po, për deputant videoklip. Pret që do të fitosh? Besoj. Në rregull, ne të urojmë shumë suksese, do të takohemi sërish në after party. Komplimente për pamjen, kush është përkujdesur? Faleminderit shumë. Kush është përkujdesur për pamjen? Flutra. Atëherë të urojmë shumë suksese, gjitha të mirat. Mirë mbrëma Adelina, mirë se erdhe në Gjilan. Mirë mbrëma, mirë se ju gjeta. S'pari më shfrytëzoj rastin me ta uru ditëlindjen. Faleminderit. Shumë urime për ditëlindjen, të urojmë shumë sukses. Faleminderit, shumë faleminderit që jeni. Çfarë po pret sonte Adelina? Nuk e di që jo me nominume, në Zhurma Show nuk kom mungu asnjëherë. Zhurma Show ka qenë gjithmonë një kënaqësi shumë e madhe për neve, po tash po e shoh që po bëhet një ngjarje shumë madhështore, edhe me të vërtetë jam shumë e lumtur. Adelina asnjëherë nuk mungon me pamjen tënde ekstravagante dhe me pamjen shumë të mirë dhe shumë të recë, për këtë arsye pat edhe një broritje shumë të madhe nga Gjilanasi. Faleminderit shumë. Përkujdesur për pamjen? Në këtë rast mund të lavdohem që kam qenë unë ajo që jam përkujdes, edhe fustanin e kam dhurat. Faleminderit shumë, sa i përket Gjilanit, une pak edhe me kast ko marrë në Gjilan, se gjithmonë fansat më të mirë edhe njerëz që me të vërtet, me zemër edhe me shpirti dujan saksisht në Gjilan. Faleminderit shumë për fjalët e mira për Gjilanasin, unë do të them që po ta dishin çfarë je duke thënë për momentin, gjithë do të vraponin për të më të përqafu. Nesër do të dëgjojmë, po sigurisht prej këtyre që janë këtu barikadave, nuk munden, po megjithatë ka kohë, ka vend ku unë do t'i përqafoj edhe do të më përqafoj. Adelina, të urojmë shumë suksese, shpresojmë që të fitosh, takohemi në after party, të presin shumë kolega atje të tut dhe ata që do dojnë shumë. Faleminderit shumë, edhe unë e shpresoj që t'jem me juve në after party, se për fitore ja bojmë disi. Atëherë miq të nderuar të televizionit Ziko, pas intervistës me Adelina Ismailin, këtu pranë me është një këngëtar Gjilanas shumë i dashur dhe shumë i njohur për ju, nuk po mendoj që është koha për me prezentu se njeni kush është, si po ndihesh? Shumë mirë, fantazi të pija kuqe, loqë, kësi mbret. Është një emocion i papërshkrueshëm? Po shumë mirë, për veti, për mua, shumë djenje, super. Rregull, je nominum sonte? Jo, nuk besoj, se di, se konga jam është pak për çështje politike, s'besoj që ajo vo për tjetër çka, nuk s'besoj. Gjitha shpresojmë që ti me kalu sonte mirë me kolegët e tu. Çaj më rëndësi veç një spektakël më koni mirë për çata ka marrë më shumë ti. Ju urojmë shumë suksese dhe mirë takofshim në after party. Normal, shifni. E famshmja Monika Saliu ndodhet këtu pranë meje, mirë se erdhe në Gjilan. Mirë se ju gjeta, shumë po më pëlqen, u emocionova me të kallzu drejt kur po shoh publik shumë edhe më po ndodhet një ngjarje që ndoshta se kom përjetu më ti. Okej, çush po do këtë ecën qëllimin e Kuq, diçka interesante për herë të parë në Gjilan? Shumë mirë, edhe pse pak ftoft, po për momentin me të kallzu drejt po më vjen nxehtë se peni veti në yll. Rregull, atëherë gjithë ju jeni hyje, me qenë se janë grumbulluar gjithë një numër shumë i madh njerëzve vetëm për ju sonte. Shumë faleminderit për juve, shumë faleminderit për Ziko TV që ka vizion për këngëtarët, sidomos i shpërblen në çdo mënyrë. Reklamimin në përgjithësi e bën shumë mirë për këngëtarët. Ne na vjen në televizion si Ziko TV, përshëndetje për juve, urime, ju përgëzoj. Monika, kush është përkujdesur për pamjen s'pari? Veç vet, si gjithë. Komplimentet shumë da, po dukesh për mrekulli, ndërsa je nominuar? Me të kallzu drejt jam i nominuar me këngën Mega Hit me Okfirin, po hiç nuk e din cilën nominim. Shpresojmë që dhe të fitoni. Shpresojmë. Rregull, atëherë gjitha të mira dhe miru takofshim në after party. Faleminderit o juve.